Dashuria e tyre ishte një ndër më të komentuarat, që filloi me zjarr dhe pasion, por përfundoi shumë shpejt. Po flasim për martesën e Edi Ramës me aktoren ikon të viteve 80, Matilda Makoçi. Pas divorcit, Matilda nuk është martuar më dhe jeton e vetme në një shtëpi 57 metra katror, pallati i vjetër i Kollës së Enverit. Edhe pse marrëdhëniet mes tyre janë shkëputur prej vitesh, duket se mamaja Matildës ka ende një marrëdhënie respekti shumë të mirë me Edi Ramën. E pyetur për ish dhëndrin, ajo tha: "Unë kam patur dhe vijoj të kem respekt për Edin. Edhe pse gjërat nuk i shkuan mirë dhe ato u ndan. Ai ka qenë dhe vijon të jetë një baba i përkushtuar për Gregun, që kur Gregu ka qenë i vogël dhe derisa është rritur, ai vinte dhe takonte shpesh, dhe për çdo nevojë që kishte, ai ka qenë aty për të birin. Unë këtë gjë e vlerësoj pa mas. Unë ende vijoj të kem një marrëdhënie plot me respekt." Por kush e ndau Matildën nga Edi Rama? Gjatë një deklarate të bërë së fundmi, Mimoza Ahmeti, që e ka njohur personalisht çiftin nga afër, ka thënë: "Ato duheshin shumë dhe surprizonin njëri tjetrin çdo ditë, por shoqet tona të përbashkëta i thonin Edit: Matilda është e shëmtuar, ti e 2 metra, si përfundove t'jala me çuni me atë. Unë nuk arrija të kuptoja se si ato mund të shanin Matildën. Ajo ishte yll dhe unë shpesh i kundërshtoja, por xhelozia e tyre për Matildën ishte shumë e madhe. Unë mendoj se fjalët e tyre kanë ndikuar shumë tek ndarja e Edit me Matildën." U shpreh shkrimtarja Mimoza Ahmeti, njëkohësisht edhe ish mikesha e Edi Ramës.